Paqja qoftë mbi ju. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka thënë që kushdo që i bën dëm një jo muslimani, që e tradhton atë, që i merr gjëra pa lejen e tij, që e ngarkon me gjëra që ai nuk mundet të mbajë dot, kushdo që trajton keq një jo musliman, profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka thënë që unë do t'jem kundërshtari i tij, i atij personi që bën këtë gjeste ndaj një jo muslimani, do t'jem kundërshtari i tij në ditën e gjykimit. Çfarë do të thotë kjo? Përpara se të hyj në temën për cilën unë dua të flas, kjo ka të bëjë në lidhje me komentet që shoh nga shumë prej besimtarëve musliman. Dhe shpesh herë kur janë në situata zënkash virtuale, shpesh herë përdoret një fjalor shumë i ndyrë, dhe fjalori i ndyrë nuk është shembull i një muslimani. Sado i zemruar të jetë, shumë mirë mund të tregoj mënyrën e tij ashtu siç na e ka dhënë shembullin profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, duke mos arritur në atë nivel që sheh tek tjetri. Shoh shumë komente që madje edhe sot që detyrohem normalisht t'i fshi sepse janë komente shumë të shpifura. Besoj se shumë njerëz që përdorin fjalorin e ndyrë, unë mendoj se nuk kanë llafologji tjetër, nuk kanë fjalë të tjera të bukura shqiptare për të përdorur, dhe sigurisht i bien shkurt me fjalor të ndyrë, qofshin këta jo besimtar, po dhe besimtar. Në këtë moment unë e kam me besimtarët që në mënyrë sipër, në interes sipër për të mbrojtur fenë e tjerë, arrin në të njëjtin nivel edhe me atë jo besimtarin, duke i treguar të kundërtën e asaj që neve na tregon Islami. Kështu që përveç kësaj ka dhe histori të tjera, për shembull në historinë e lidhjeve kam dëgjuar shumë që ka besim